Në qoftë se jeni duke qëndruar, uluni diku dhe pastaj shikojeni videon. Shijojeni. Mos harroni ta lexoni me vëmendje. Faktikisht teksti që sapo lexuat dhe që shikuat në formën e saj origjinale, siç e desha unë në fillim, nuk mund ta postoja, e kisha që dje që nuk funksiononte, ma bllokonte YouTube-i. Unë e di dhe e marrë mend përse. Megjithatë, sot e ka bërë disa ndryshime në tekst këto, në fjalë, por thelbi dhe kuptimin ja mundoha fjalë të plot. Prandaj lutem, siç e marrë mundimin, merrni dhe juve ta shpërndani në sa më shumë njerëz, në qoftë se ka kaluar testin këtu në YouTube. Edhe kush nuk e ka abonuar, abonohej, kish i lartë, edhe shpërndani. Në qoftë se keni qef, në qoftë se keni dëshirë, se jeta është qef, të bëj qef gjithmonë. Kalofshi sa mirë.